Të pritem drita të Ka policisë ke frikë, ka polici. Ka prezencën e policisë. E po çfarë ke që krye? Shqivi duhet dëgjuar, është detyrim media live. Çfarë po dëgjoj? Është detyrim transmetimi. Po ti çfarë ke? Po çfarë ke? Ti çfarë ke? Ta kam treguar këtë skem që do mba. Ato na paguajnë. Nish ju pse si ke lajmëruar të vinë? Ti di shumë mirë çfarë gjendje jam unë. Tash i vetëm me policinë ai na nxirrin se ne nuk ikim këtu. Afjani do të viti nga këta këtu ja. Lajmëroni këtë doni. Ne duam përgjigje konkrete. Çfarë do bëhet? Kam një muaj e gjysmë që ju kam lajmëruar edhe i keni matur edhe tokat dhe ku janë dëshpërblimet? Ama më kthej një përgjigje. Çfarë të rrim si ujë këtu? Ç'mëria shu? Çfarë mëria shu? Dhe i përgjigje, jo ma se s'kam baruar. Të vitë të tërë, ata e të marrë përgjigje konkrete. Qarë do bëhet, do marrim gjallë, do marrim ma. Nuk të janë të përgjigje. Po, di unë kush ashtu, le të vi kush doj. Me e thirini. E ku janë, ku i ke ata të shi? Por e nuk lëvizin e të shi, ma përgjigje konkrete. Julian, hajtë të recitojmë, me thoni juga. Po qatë të recitojmë të ashtë këtua. Po e në kësë një përgjigje, 4 shpërblime të time e qatë të bëjmë. E po qartë të gjojme ti po reciton bereli, qartë ne e tim sa janë hektarë për të mbytur, e tim që portat si apët i latë mbyllur, e tim të tëra. Ta shi qartë do bëhet. Informacion ta shi ka 4 shpërblime për tokat apo jo, e të tim ne të vazhdojmë me protesta. Se s'ka rrugë tjetër. Ke një muaj e gjysëm që ke matur tokat time, ka erdhë njeri të thotë ore. Duam të sjellem vëmendjen tuaj se si rezultat. Çfarë të sjellësh Bereli kota shi të sjellësh? Atëre. Që ta mbyllim se A jemi përgjigje konkrete dhe mbyllë. kemi drejtuar institucionet Se nuk të detajuar mbi situatën e krijuar nga rreshtet e shiut të rena rreth datës 19 deri në 23 nëntor 2025. Kjo situatë ka qenë shumë problematike, për vetë faktin se ka pasur intensitet shumë të lartë të rreshtive duke përfshirë gjithë territorin e bashkisë Maliq, por edhe bashkitë Fshinje. Rajoni Korçës, por edhe bashkia Maliq, ku ne bëjmë pjesë u përballë me situatë të jashtëzakonshme, të kushteve atmosferike, ku në vetëm 4 ditë kanë rënë rreth 370 mm shi. Megjithatë, këtë sasi ekstreme në kaq pak kohë, dëmet në territor kanë qenë jo maksimalet, sepse mund të priteshin edhe kryesorja, dëmet më kryesore kanë qenë në bujqësi, për sa i përket shtrirjes. Përfshirja e gjithë rajonit me rreshtë intensive ka vështirësuar situatën në maksimum, veçanërisht në këtë bashki, me gjithë punët e bera ndërvite, masat e marra nga sektori përkatës për sezonin dimror. Kjo situatë nuk la pa probleme, drejtime të ndryshme si në infrastrukturë rrugore, toka bujqësore, madje edhe dëme në banesa dhe blegtori, të cilat ishin minimale. Theksojmë se të gjitha rreshtet e rena territorin e bashkive Korçë Devol Maliq derdhen me një gërgdere të vetëm që është drumi Devol, duke e kthyer Maliqin në një pikë me risk shumë të lartë. Bashkia ka në administrim rreth 900 km kanale, dyta dhe umbletësa rezervuare për mënyrën janë 31. Kanalet e treta administrohen përgjithsisht nga vetë fermerët, por le të themi që këtu nuk është le për të dëshiruar kjo pjesë. Për të gjithë këtë infrastrukturë është punuar, çdo ditë, çdo muaj, çdo vit, për mirë funksionimin e saj. Kanë punuar pa ndërprerje mjetet e bashkisë, mjetet e tjera kur janë financuar dhe projekte për përmirësimin e rrjetit kullues dhe rrjetit ujitës. Veç infrastrukturës së mësipërme që menaxhohet nga ana jonë, në territorin e bashkisë ndodhet një infrastrukturë rrugëve nacionale, e lumenjve, kolektorëve apo kanaleve të urave të larta që nuk janë administrim të bashkisë, por të drejtorive rajonale përkatëse.
Dëmet në infrastrukturë rrugore erdhën si rezultat i rishqitjes së derave dhe daljes të inerteve gurve nga shtrati i lumenjve dhe frenjve në zonat malore, ndërsa në zonën fushore, shëmbytjet për një afat treditor erdhën si rezultat i çarjes së argjinaturës të lumit e Boll dhe lumit Dunavec, por edhe të tej mbushjes të kolektorëve kryesor. Sqarojmë se Drejtoria Rajonale e Kullimit Koç ka realizuar një pastrim total të kolektorit Sovjanit dhe në një segment problematik të lumit e Boll, por për arsye të sasive shumë të mëdha të rreshjeve dhe përperjes të argjinaturës të lumit e Boll, ato kanë një rikthim të ujit mbrapsht në kolektor dhe më pas duke kapërcyer dhe portat mbrojtëse të kolektorit, duke shkaktuar përmbytjen. Gjithashtu, një çarje argjinaturës në afërsi të pyllit ish pylli sheqeras, kur lumit e Boll me një kthesë dhe fuqia goditëse ujit është më e madhe, po të marrim në konsiderat dhe përperjen e tokës në këtë zonë, rreziku shtohet edhe më shumë. Edhe në lumit Dunavec, sasitë rreth 500 metro edhe vazhdon ujta akoma edhe nuk është bllokuar diga. Ka i përgjegjës apo jo? Bazën materiale unë e kam këte, po ngordhin ato lopët e mia. Ka sot apo jo, le të më japi një përgjigje. Edhe si ishte për politikë, unë jam 24 karat, e di zonja Ver, këtu jam i Partisë Socialiste, në rregull, edhe këshilltar që kam votuar unë, që votoj unë, përse nuk vinë, që ta din të tërë, me një shumë mirë, burri besi, në rregull, paman të flasin për të drejta si staj, nuk kam, në rregull kyja, edhe familja time është 24, duhet të ziresh. Duhet të ziresh po të thuash për pëdajnë atë duhet të ziresh që jemi këshuja, që të gjithë. Pa aman, unë po vi po kërkoj të drejtat e mia, nuk po kërkoj të iki zonja Ver ose të opqi ose të nga puna. Sot ka apo jo atje, se sot kam ardhur unë. Kam paguar 30.000 lek taksim për te 30.000 për grande, kush do ma paguaj ndonjëri mua? Kush? Bazën materiale kam te, a ka apo jo, se thejti mua vite është që ka apo jo atje, le të më thotë njeri, kush do më japi një? Shmaja po, 500 metrë, vazhdon akoma diga, vazhdon, edhe ka shembur, vazhdon diga, nuk ka një përgjegjës. Vazhdon diga. I kam edhe me video, po i përgjigje, ju lutë. Tash nga to vetëm, nga to përpiqen. I mbolla prap u mbytën. Tash çfarë, presën ja 6 muaj tjera që ty vi përgjigje juve. Po tani ne çfarë do të themi? Po çfarë do të thosh, po ju jeni në këto kush është? Ju jeni këtu, unë jam në toka. Se po ti sa shkruaj me unë. Për evidentimin e tani Për detyrimin që kam besuar juve. Ku i ke këshilltarët e opozitës që ka votuar ta gjerës që janë brapa politik? Majorantë. Kuja të ne aqan, gjashtë janë këtëra ne. Ku i kini? Gjanë me kasatona janë ata ku për na për... Edhe një orë nuk vinë ata, ka ishtë të zanë që janë kamion. Kryetari, ku e ke kryetari bashkisë që ka votuar prap ta që janë brapa meje? Kryetari bashkisë në këtë moment ndodhet tek çarja në lumin e Boll. Ta sot e që Tek pylli Fazan. Po ka qenë përdim të teren. Po mima po, kaq pa vlerëimin e fermerit që punojnë. Kaq mos kemi një vlerësim neve. Nuk është ashtu. Pa shu është kush na përfaqëson. Ndërsa këshilltarët, Ka kush do marrë një përgjigje ne këtu? Përse kemi ardhur? këshilltarët Çfarë mbështetjet na? nuk t'i japin dot përgjigje për problemet e bujqësisë. Po kryetari. Ja po janë specialistët të cilët do të përgjigjen për këtë çështje. Pasi ju të mbaroni me pyetjet tuaja, specialistët e bujqësisë do t'ju japin përgjigje. Po vetëm kështu me të vinjëre të rinë të ashtyni. Por nuk ka kuptime. Ku është Nuk ka kuptime. Po ja sini çfarë, sa gënjeshtë kjo? Ju sini, sa gënjeshtë kjo? Si o çka gënjeshtër? Unë të vetë po foca e ka, thonë, jam shumë i pavlerë, më mos fsharë. Përse kemi marrë mundimin, e kemi lënë punë të tërë familje, fëmijë, që kemi ardhur për t'ju mbështetur ta fermer. Tani, Ne këtë doni. Ne duam përgjigje konkrete, çfarë do bëj? Kam një muaj në gjysmë që ju kam lajmëruar e i keni matur e tokat ku janë dërshpërblimet. E ma më këtë një përgjigje. Çfarë të rrimë si ujë këtu? Flisë, shmëria shumë, çfarë mëria shumë? Dhe një përgjigje, jo ma se s'kam baruar. Të vinë të tërë, ata e të marrë përgjigje konkrete. Çfarë do bëj? Do marrim gjallë, do marrim ma. këshilltarët nuk t'i japin përgjigje. Po, diu kush është to, le të vi kush doj. Po e thirrimi. E ku janë, ku i ke ata tash? Ore, nuk lëvizin e tash. Edhe me shumë qytetare këtu gjatë konfliktit. Edhe jemi konshient këtu. Kanë hall, kanë probleme, kanë përmbytje, kanë familje, kanë kanale. E dim që është situata e vështirë e natyrës, por një gjë është e sigurt, që ne nuk kemi përgjegjësinë. Këtë e them. Unë kam komunikuar me koordinator. Ja koordinatori sot këtu bëj pyetje të gjitha këtu. Kush është ngjetë kanë se pastaj nuk e shkoj. Asi koordinator që i sillet në blok. Ka që miri pas kanë punën këta zotrinj që nuk janë këtu?
Pyetja tjetër që ka administrator. Falenderoj qeverin. Pyes pra, a janë kryeplejt e fshatrave që ne i kemi zgjedhur këtu? Sot me përshkrim të që kam parë tjetër, asnjë nuk është. Kaq mirë pas kemi punët në këtë bashkim? Jo. A kemi punuar, ka punuar administrata? Ka punuar. A ka bërë punë të mira pas dije për shembull në Lozhan? S'mundet të rindas administratës, njëri ishte dëmtuar, janë marrë masat, është lidhur me sa pash në Facebook, dhe informacion vetëm na jep njëri sot, është bërë një punë e mirë, s'kam se çfarë. Atje ku nuk është pastruar kanali, atje ku është bërë firma ka ndryrë, siç është në Libonik, që në rrugët aty është çuar ujë drejt familjes me lishta, drejt Mullirit që është biznesmen, drejt aty Yverit që është në Sovjan, bashkë me gjithë vllazërinë atje sepse kanali e tjerë atje që ju i dini më mirë është përmbytur. Edhe të tjerë këtu në biznesin në Libonik, është përmbytur nga urat e zeza. Poshtë në rruga ime është përmbytur nga urat e zeza, kanë dalë urat në teren. Kto janë faktori njeri, nuk është faktori natyrë. Natyra është natyrë, do bëjë vetën, dimri do bëjë vetën, por ne do të jemi të përgjegjshëm. Unë shikoj pa përgjegjësi që sot na ham tek Këshillit, na kryetarët, na anëtarët e Këshillit të Bashkisë, që nuk janë këtu prezent. Ne marrim një vendim këtu së bashku për të bërë këtë mbledhje, për të na dëgjuar ata, sepse ne jemi gjunaqar ndaj këtyre qytetarëve. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme për këtë dot, sepse ne vim këtu, po kur vim këtu të gjithë, unë jam këta partie, s'dua ta politizoj, s'dua ta bëj. Do thoshim vërtet shqiptar, hajde mos do të këtu, se ka detyrime në fundja. E ke marrë për sipër dhe hajde të dëgjosh hallet, problemet se njëri s'ka ujë, tjetri ka në fekalet brenda mbalën në shprehje, tjetri nuk ka rrugën të bllokuar nga pizllaqet, dhe bëj dhe i vjeve dhe të ambullëzën të lejë radhën kryetar, ju do të lutem shumë nëpërmjet kësaj takimi të gjithë qytetarët mos hedhin plerat rrugëve. Prandaj desha ta kryeplej, se për një blllam, për një ndryshim, do të shqetësojmë qytetarët e bashkisë, sepse janë bërë gjërat ashtu siç nuk shkojnë. Ne në radhë parë do të jemi të pastër ndërgjegje, të pastër në punë, të pastër në lagje, të pastër në rrugë dhe në qytet. Jo merr plasmasët, merr dyshekët, hip në lungë dhe është bërë pastaj ajo që është bërë. Po sikosh fushë sheqerasit, e gjitha është në ujë, toka. Po akoma keq kemi edhe ata që janë bërë të baktit, po shqiptari që nuk kemi patur viktima. Kjo është për të fatmirësisht Zotit, edhe duhet patur parasysh. Andaj duke u falendëruar dhe njëherë, ne këtu do jemi, do i diskutojmë dhe ne jemi në krahun tuaj, do të drejtë ata që jeni ardhur juve këtu dhe ata që na dëgjojnë. Ju falenderoj, respekt dhe për të gjithë secili. Pse nuk janë prezent në sallë ata që kanë kërkuar një mbledhje për qytetarët. Nëse do ta fillosh si një bashkëbisedim me qytetarët, nuk ka të drejtë shefi bujqësisë na bëj analizë dhe informacion pa çavure siç e keni sjell, si te filmi Gjasulos. Ju pyesin për luftën vietname, na jepni të dhëna për ndërzimin artificial. Nëse do ta filloni si bashkëbisedim, do ta filloni kështu sot. Do flasin qytetarët, edhe ti dëgjojmë qytetarët dhe kjo mbledhje jashtëradhe, siç e kemi kërkuar, me format dhe për të dalë me një vendim Këshilli Bashkiak. E kërkuam në ngricat e maj, prillit, nuk sollet asnjë gjë, nuk shpërblyet asnjë fermer. Gjithë fusha e Maliqit vuan, ne bëjmë rritje rrogash, strukturë, na thirrët një mbledhje jashtëradhe, ju erdhëm, ju miratuam, e kaluat projekt buxhetin. Pse e dështoni mbledhjen për fermerët? Me çfarë të drejtë? Nëse ju e bëni atëherë deri më sot keni pasur një opozitë konstruktive. Nga sot e tutje opozita do të ndërmarrë të gjitha masat duke u bashkuar me fermerët dhe nuk do të bëjë dhe do bojkotoj këtë këshill derisa të merrni vendimin. Këtu i ke 10 minuta gjithë këshilltarët e tjerë. Pse se bën numrin sot? Që të mos miratosh projekt vendimin, që t'i lësh këta tallakaten, që këta të mos kenë asnjë mundësi, këta jetojnë me djersën e vet, e ke gjithë fushën sot filmuar në mban, e ke gjithë fushën sot në ujë. I bërë 25, në 21, në 20 nëntor në ardhë kërkarreshjet më të mëdha të 100 viteve. S'kaluan as 6, nuk kaluan as 60 ditë, na erdhën prapë rreshjet më të mëdha që sipas ka parë historia në Maliq. Verini gishtin kokës, lerini këto numra, se ato që shikoni në përtër opozitën e botës, keni për t'i parë të ky këshill. Dhe i tani kemi ruajtur etikën, kemi ruajtur personalitetin dhe kemi ruajtur fal këtyre njerëzve që kanë mbështetur mbrapa. Presione, si që ke bërë takimet këtu me ministren e bujqësisë dhe ke thirrur këtu banorët, ashtu kanë ardhur dhe sot banorët. Sot ne do të dëgjojmë banorët. Në fund do dali shefi bujqësisë të na japi raportin. Ju falenderoj. Do të jesh dakord me paraforcën që thani doktori Soli.
Dhe unë kam rezervat e mia për të takim sot, të nderuar kryetar. Arsyeja kryesore është sepse unë në atë parë do të jemi neve modeli i tyre, që jemi të zgjedhur nga ata dhe sot këshilltarët tuaj mazhorancës nuk janë këtu në prezent. Me përjashtim të atyre zotërinj të nderuar që e dini secili. Kjo është një ndëshkim, mendoj unë, i vetes pastaj kemi të shkuar dhe qytetarë. Sepse ne kërkuam këtë mbledhje, nuk do prisnim njeri, nuk do të bënim ashtu, po të kërkonim sipas rregullave si gjithë Shqipëria që ka një hall të madh. Atë hall kanë dhe këta që janë sot këtu. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj, kam dhe me mediat, në qoftë se ju na dëgjojnë të gjithë Shqipëria, neve sot, vazhdoni, qoftë se nuk na dëgjojnë, mbyllin dhe ikni. Se as 80% nuk ka një që zhgoj media, është në populli televizori, një çarbe. Nuk e mburoni dot me sinjal që nga hama një. Desha të thosha dhe që fush në Maliqit, më fali, është bërë një diga për para ca vitesh për të vaditun sa njerëzit, edhe unë bashkë, tërbarin thajt, nuk mbanu. Të dimrin mbyten, që rëmbyllë. Jepja unë përgjigjem këtyre. Jo, të mblidhe të rdimin, të ashi. Ku e keni hidrovorin Ku e keni hidrovorin e vresh? Sepse dhe kjo për mua në këtë situata. Kjo. Më dëgjoj. Ta mbaroj. Unë dua që edhe kjo kohë Sto bre shikoj. Ka policisë, ke frikë, ka polici. Ka prezencën e policisë. E po qarë ke që krye? Këshilli duhet dëgjuar, është detyrim, mbledhja live, qarë po dëgjoj? Është detyrim transmetimi. Po ti qarë ke e ka? Po qarë ke? Ti qarë ke? Ta kam treguar këtë skem që do mbaje që para 4 ditës. Mbledhja e këshillit e s'ka. Që portat si hapët i latë mbyllur, a i tim të tëra. A që qatë do përë? Një informacion që me të kërkuar. Informacion. Sa familje janë prekur, sa familje janë prekur, unë besoj që më mirë t'i kenë që t'na përgjigje një ditë.